Të lind ma tradit me bukë shqiptare. Kur kemi hapë furrën, kemi pa që njerëz kërkojnë edhe diçka tjetër, ushqime tradicionale shqiptare. Më gjitha veti përgatitëm. Në Gjermani jam unë prej vitit 1996, kohën 10 vjeçar, jam marrë këtu. Baba ka qenë këtu prej vitit 77. Baba ka punu këtu në furrë gjithmonë. Unë ka fillu pak ndërtimtari, pastaj jam kyç edhe unë në furrë 2006 deri me 2012. Pastaj më kthy prapë në ndërtimtari, kurse 2021 jam kthy prapë në furrë. Këtu në këtë qytetin, punoj me familje, shoqja, çika. Jemi nga fshati Gjonaj i Hasit, Prezenit. Furra gjendet në qytetin Ludwigshafen, afër Mannheimit. Hemsovstrasse 17, ushqime tradicionale të Kosovës, gjithsesi të Kosovës, Ballkanit, po kemi punë me këtë nacionalitetet, i përfshin gjithë Evropës. Kemi bukë, të bardhë, burek, kifle, krosana, pitolkat të mëdha, të vogla. Kërkesa kanë shumë e madhe për pitolka, të Ramazanit, sidomos që dinë që jemi nga Përzeni. Kemi edhe punëtor, kemi 5 punëtori kemi. Kurse në shitje jemi unë e shoqja edhe 3 punëtore tjera. Edhe çika na ndihmon ka pak. E kemi që nga ora 5 mëngjes deri në ora 9 mbrëmje. Po traditën kemi pas gjithmonë të Hasit. Nuk mundem me kërqysh, nuk mundem me kësaj tradite, se të lind ma tradit me bukë shqiptare. Shumë ka shqiptar, sidomos Maqedonisë ka shumë edhe Kosovës ka shumë shqiptar. Na kemi hapë furrën para 3 vite, pastaj mas furrës se kemi hapën Balkan Grill, kemi hapë që 6 javë kemi hapë këta, edhe pak para Ramazanit, ka fillu shumë mirë, ka fillu, edhe kërkesa shumë është e madhe, mishtërive, po ka ardhur ideja se kur kemi hapë furrën, kemi pa që njerëz kërkojnë edhe diçka tjetër, ushqime tradicionale shqiptare, edhe aty lindi ideja që ta provojmë. Me herë mundësia këto afër, edhe tham ta bëjmë. Po kemi çebapa, pleskavica, suxhuk, mishë shqiptare, i përgatitëm gjitha veti përgatitëm, asnjë gjë nuk e marrëm të gatshëm. Mundohem sa më shumë që të jenë tradita, domthonë ushqime tradicionale shqiptare, që t'ia plotësojmë njerëzve dëshirën që mos ikin në shtëpi. Në këtë qytetin Ludwigshafen ku jemi na këtu shumë ka shqiptar. Për momentin sa di unë, vetëm në Frankfurt edhe në Stuttgart. Këtu tek ne nuk ka asnjë përveç ne. Shumë mirë kanë pritën, se ka qenë kërkesa e madhe. Kemi marrë vesh se kur kanë ardhur për burek, kanë kërkuar edhe çebapa gjithë njerëzit. Problemi më i madh është klasa punëtore. Si gjë sekond, çdo biznes, po çka ti bën? Pak me familje, pak vet, gjitha nga pak. Edhe ja dalëm dyqysh. Unë i menaxhoj të dyjet me familjen menaxhoj, kurse për të rinjt punojnë sa më shumë edhe arrin sa më shumë. Përndryshe s'ka gjë. Ëndra ka qenë gjithë të furra ka qenë, po njeri është nga natyra që kërkon më shumë e më shumë. Edhe mbas kërkesës njerëzve e kemi hapë edhe restoranin pastaj. Shpesh mbas mundësisë, mundësia shumë vështirë se nuk mund t'i lash vetë bizneset, po shkom 3-4 herë në vit shkom. Elite Balkan Grill është afër totaj, këtu në Ludwigshafen, furrën e ngjofin shumica njerëzve, janë të gjithë se ardhur.